Në Shirok u zhvillua etapa përmbyllëse e aktivitetit Projekcion mbi liçen, një nisëm që ndërthur artin me ndërgjegjësimin mjedisor në kuadër të ditës së tokës. Një instalacion artistik i veçantë, i frymzuar nga element të skodrinonit, u realizua duke përdorur materiale të riciklueshme, kryesisht shishe plastike të mbledhura nga liçeni i Shkodrës edhe Bregdeti i Velipojës. Vepra u vendos të lundronte mbi sipërfaqen e liçenit, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve. Ekfër Shkodra po fuqizohet dita ditës dhe jemi në terren për pothuajse çdo nisëm. Sot në ditën e tokës jemi këtu në Shirok për Projekcion mbi liçenin. Javën e kaluar ne mblodhëm meteorinat në bregun e liçenit dhe tani kemi krijuar në një formë arti dhe simbolike kundër plastikeve. Ky aktivitet vjen si bashkëpunim mes Bashkisë Shkodër, Act for Shkodra, Qendrës Atelje dhe DRTK Shkodër, duke sjellë një model të mirë bashkëveprimi për çështje mjedisore dhe kulturore. Në një ditë simbolike si Dita e Tokës, mesazhi mbetet i qartë: më shumë kujdes dhe ndërgjegjësim ndaj mjedisit dhe pasurive tona natyrore.